provojnë gjëra që janë lokale, produkte lokale, veshje tradicionale. Bëjnë ata, po i bëjnë në shëtitore të ecin njerëzit në këmbë. Sillin dhe rritjen e konsumit mesatar të këtij turistit, pra nuk është më ai turisti që shkon vetëm ha një pjatë 12 euro dhe ikën, por është turisti që konsumon të rrit mesataren e atij turisti, nuk e më turistin e lirë. Mos konsumoj vetëm jo vetëm të ha një vakt etniki. Drekën. Pra jo të blej gjëra të konsumoj jo mesatari. Dhe të zgjasë dhe sezonin. Shfrytëzimi hapësirave Enrico, po çfarë po flet në për ëndra të lutem tani se unë nga ty prezidje. Po flet në për ëndra fare tani. Tani më thuaj ti mua si shkon ti në Sarandë, në pikun e Vapës, në Korrikë dhe në Gusht, që të bësh shëtitje të shkosh ti provosh këto. A ke vend tani e para të hecësh njerë? Leku të është atë automjetin. Si të lëvizësh me papaq? Po. Si? Po nuk ishe ndërrimtar, nuk i bën të gjërat realitet. Kështu që edhe duhet të ndërrojmë ne çik, edhe aty duhet njerëz sakt. Po mirë, në ndërrojmë sa të duash, po erdhi Korriku, dhe sa muaj jemi, edhe erdhi më erdhi. Ja do të them unë një gjë. Po. Në momentin që një person vendoset në një vend pune, kryebashkiaku, a futet aty në garë me objektiva? Duhet futet në garë me objektiva? E ke për Ramën këtë pyetje? Jo, në përgjith. Për këtë gjithë? Për gjithë. Po gjithë me dhe për Berishën për një detyrë, duhet të kenë KPI-e. Objektiva, ka parametra, ka indikatorë. Duhet të kenë një listë detyra që i marrin përsipër detyrë. Patjetër. Në momentin që brenda 3 muajve nuk arritën indikatorët e parë, mirë pafshin vjen tjetri. Po në Shqipëri nuk ndodh kjo. Se kjo quhet meritokraci. Po pra. Atëherë, nëse një person thot, objektivi im është që për 3 muajt e parë do rregulloj ne po humbim Korrikun dhe Gushtin, është i kryetarëve të bashkisë. Thuaj me të madhe mo. Po patjetër. Edhe i marra ka dështuar. Po shumë sa aq, po shumë sa aq. Po që Vlora vjen era kanal. Çdo se mirë, more pra fajin kryetari i bashkisë e ka. Po jo vetëm. Jo vetëm. Jo, po në çdo sezon plazhi, qytetet kryesore të Shqipërisë djegin plerat. Që nga Shkodra, deri poshtë në Gjirokastër, nuk është element i shkëputje. Zjarr, plera, djegje, ke mungesë uji, ke shkëputje energjie. Ç'a ndodhi në Golem vjet? Që s'kishte ujë. Vjet s'kishte ujë në Golem. Jo vetëm në Golem. Po unë po marr. Në gjithë Bregdetin. Pra janë politikat lokale apo mungon fokusi qendror, kanë dhe bankësi politikat lokale. Një minut. A di pse s'kishte ujë në Golem? Jo, nuk e di. Sepse gjasme një i fort që ka bërë një hotel aty, nuk lejonte që të kalonte kanalizimi aty afër hotelit. Ashtu, në një kohë që plani ishte që kanalizimi të kalonte aty. Që nga vërtet pa i doli i fort, edhe doli mbi ligjin. Se kjo ndonë në Shqipëri, që mbi ligjin është ma ligji. Pra, që dojnë të tëra hallkat.